kur edhe unë kam të pjesa e ballit këtu pak. A ki botox? Çka mendon për botoksin? Po, i kushtoj rëndësi shumë estetikës, më pëlqen gjithçka që të bën ty më uni mirë edhe me u do bukur, edhe unë kam të pjesa e ballit këtu pak, me një fjalë i ri gati, kështu ko pas kohës, se duhet trajtim çdo 6 mujor me shku edhe me rifresku me një fjalë këtë pjesën e estetikës, kështu që jam pro, po normal, mos me tepru edhe e shohim, ta marrim një krahasim me aktorët hollywoodianë dhe ato po besoj që tash janë normalizuar dhe janë shumë thjeshta, kështu që më pëlqen ky trendi te na në Kosovë që gjithçka që ka bëhet trend mundohemi me ndjek edhe po e ndjekim këtë trendin e naturalitetit, s'po ja teprojmë tona botoxit edhe fillerave. A të ka ndodhur për shembull ndonjëherë kur je duke ecë rrugës me të ngacmu? Gjinia mashkullore, ndodh, po, si çdo vajzës tjetër, na ka ndodh, sidomos ajo koha kur, po, s'besoj që e kthen dikush tjetër kokën, asë nuk është që ose atë pengojnë, Po, gjithsesi pengojnë disa komente cilat janë negative, po tjera duken çsharake edhe ka ndonjë moment vetëm qeshi vetëm me veti edhe mendoj them që disa persona ndonjëherë ndoshta kohën e lirë kalojnë kështu tu ngacmu njerëz, po që asgjë kundër, vetëm se it's kind of funny, është pak çsharake.